Panajiri i punës dhe aftësive startoi sot edicionin e tij të 6 në Lushnjë dhe të 16 në Shqipëri prej disa ditësh. Pjesëmarrja ishte e lartë, pasi në panajir ishin të pranishëm përfaqësues nga universitete shtetërore dhe private me oferta të shumta kryesisht për maturantët, kompani të ndryshme që kërkojnë punonjës të specializuar, përfaqësues të forcave të armatosura, përfaqësues të Akademisë së Policisë, dhoma e tregtisë dhe industrisë dhe zyra e punësimit Lushnjë. Marina Pilinçi, përfaqësuese e dhomës së tregtisë dhe industrisë, tregon që interesi rritet çdo vit, sidomos i gjimnazistëve që marrin informacionin e nevojshëm për të bërë zgjedhjen e duhur të universitetit ku do të vazhdojnë studimet e larta. Synimi i këtij panajiri është palosja e universiteteve me ofertat e tyre të studimit, në mënyrë që dhe gjimnazistët të cilët mbarojnë si vjet të orientohen më mirë përsa i përket ofertave studimit të cilat janë prezente përsa i përket tregut të universiteteve. Gjithashtu në këtë panajir kemi prezente edhe kompanitë më të njohura, të cilat kanë shpallur dhe vendet e tyre vakante dhe i bën një orientim punkërkuesve përsa i përket vendeve të tyre vakante të cilat janë prezente në tregun e punës sipas tendencave më të reja të tyre. Gjithashtu në këtë panajir kemi prezente edhe zyrën e punës, e cila i ofron një orientim më të saktë punkërkuesve se cilat vende vakante domethënë janë të shpallura dhe për cilat ato mund të jenë më shumë të interesuar. Shohim një rritje të interesit të studentëve, sidomos në fushat e infirmierisë, në fushat e ekonomisë, stomatologjisë, por edhe fushat të tjera si drejtësia ose shkencat e telekomunikacionit ose qoftë edhe arkitektura. Do me thënë nga viti në vit janë rritur edhe tendencat për deg edhe më të veçanta se që mund të kenë qenë për shembull herët e tjera. Me panajirin që zhvillohet nga Ministria e Arsimit çdo vit, edhe Akademia e Policisë është pjesëmarrëse. Kërkesat dhe aplikimet në Akademinë e Policisë janë çdo vit edhe më shumë. Ky panajir ka shërbyer shumë për promovimin e akademisë dhe për nxitjen e studentave, maturantëve të rinj për të aplikuar pranë Akademisë së Sigurisë. Përfaqësuesit e zyrës së punës shprehen optimist për punësimin e personave të papunë bazuar nga kërkesat që kompanitë kanë. Ky panajir shërben shumë, pasi vinë të rinj, të cilët janë të interesuar për vende të tjera pune dhe për kurset e formimit profesional, të cilët ofrohen pa pagesë nga zyrat e punës. Dhe njihen me tregun e punës, me nevojat e tyre dhe të gjitha kurset që ne ofrojmë, që të rinjt pastaj të kenë mundësi të përgatiten për tregun e punës.